Pa tjetër është a ke të dashura. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. Mos më shtyp Se s'pot vaj veç jam të qyp Për të qenë që shqe të këtyp Qysh për të folë me qeta një Tregam ka e kondi Se one që më vina klik E ty te kush për qik Amo yjet najt O tiket bota dhe unë du show We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. Jo, 13 maj 2017 që kjo video është një video ku Limi Qlerim Haj dhe Limi Gjestami bën do pyetje serioze. As vetë nuk e di çka më kanë pyetjet, po do t'ju përgjigj në seriozisht. Kësaj herë që kjo video ka më kanë duket videoja e parë dhe fundit që ka më kanë kaq serioz. Që kjo videoja kujna i pëlqen like, kujna si pëlqen dislike. Mos harroni, kujna i pëlqen kanalin jam subscribe. Shihni videon, inshallah ju pëlqen. S'ka. Përshëndetje të nderuar shikues. Jeni në emisionin e Matkuptinajr me Matkuptinajr. Veç pa kanë ja. Opinion me Matkuptinajr i cili ka një mbështetje të madhe. Oshme, leve në kamon. Përshëndetje të nderuar shikues. Jeni me emisionin e Qlerim News Productions. Sot e kemi një intervistë shumë speciale me Shpëtim Haj apo siç njihet në Opinion me Matkuptinajr, i cili ka një mbështetje shumë të madhe në Kosovë prej shumë njerëzve të rinjës, edhe ka shumë njerëz që të interesohen për me ditë shumë për ta, ka shumë njerëz që të interesohen me bëj shumë pyetje për ta, edhe me ditë për ditëshmërinë e tij. Na kena përzgjedh disa pyetje, të cilët mendoj që kishin me qenë shumë interesant me ditë edhe fansët e bebës, edhe ato të cilët e ndjekin bebën, edhe ato që nuk kanë dëgjuar për bebën e që ndoshta kjo do të ndikojë që me ditë më shumë për bebën apo siç po njihet tash Matkuptinajr. Sonte kena Matkuptinajr, domethënë Shpëtim Haj në intervistë, edhe po ftojmë ne. Hajde. Ja. Qenë, ja? Ujë me pi së dush. Së dush, a? Po së dush e jo? Atër, stafi jonë i përbër nga... A më po më qitë me dojë, pi së dush të... Stafi jonë që përbër nga unë, e disa kolegët me, kena përgatit disa pyetje për ty. Hajde bëraj. E që më ndoj që ja vlen një përgjigj. Nëse nuk përgjigjesh për mu, mas pak t'ja vlen nuk përgjigj për fonset të. A ka me o dojë dhe... A më nëshmi përgjigj disa pyetje, cilat... Cilat i ka përgatit. Cilat i kena përgatit na, edhe që i mendoj që ka me qenë atraktive për shikuesit të. Pyetja e parë është... Sa parë ki për momentin ku let? S'di, në dëshmë në zullë. Peltao. Më në shumë në bo publike? Po. Kur zgjohesh më mëngjes, cili është sani i parë që bën? Qeli sytë. Nuk mendoj për ato procese
fiziologjike që ndodhen në organizmin tonë. Qonë në pikrevetët. Po, Po dësh. Shpejt, merë pak ma seriozisht. Fol ma mirë. Dhe qonë në pikrevetët dhe që liderën. Qa? Pisu. okej. Cili është kriteri që një fan si jote më dojë vlog? Ka një këp. Bëjmë. Ku me nënë të tash me shku? Do sene që i ki qef në Kosovë me vizitu, e që enda nuk i ki vizitu për shumë. Në shtime. Që të vjen interesant shtime? Ti më doke që jam në Shkëdem. Okej, pyetje tjetër. Si e shë vetën mas 10 vjetë? Halo ma i këp. Okej. Pyetja është, pse si ndalur disa herë, kur disa fonca tu kam pas dëshirë të bëjmë foto me ty? Kjo ka arë pyetje për një foncë tonë, i cili ka pas qef më bo foto me ty, ama te ke i njëru, edhe kjo në shkalu, duke më zbo foto me Valla ty. s'pedesha që të rranë e këp të këga. S'ka shansa. Nuk ka shansë me S'ka shansa me njëru në dikanit. Totalisht. A i sigur? 100%. Alo kur se kom me njëru një njëre. Nëse ka ndonjë fans i cili është i njëru, në ta bën koment në YouTube, herën tjetër, unë ja përmend këtina emrin mbi emrin edhe Ja, po më ma- fol kë ama- për atë çështje. është dallim i madh, unë si e njëroj, po unë së një thom aty hajtë bëm foto me mua. Ja, normale, e s'quhet Në- një njëri, po, nëse një në njëri- ka Ti foto të shumë ma ka kur të të çfarë shkruan. njërimi, ajt pas ka shkru ty. Qatë ka thonë ajt, po du me dit. Ai ka thonë, pse si unë tash, pse si ndalur, unë po të lexoj, po citoj. Pse si ndalur disa herë, kur disa fansa tu kam pasur dëshirë të bëjmë foto me ty. Do më në përfshirë vetëm një. Shpibje kjo, do me thonë aja më ka thonë, Po du me bo foto me ty, ti unë si i kom na- thonë jo. Jo, ti isha si ke përgjigj. Që ke pasur kur s'po ekziston. Shumë bash po du me dit, kërë që kjo se s'ka Okej. shansa. S'ka shansa? Pasha nushin s'ka shansa. Do me thotë nuk ka shansa që një fan si bebes me kani një rum prej teje. S'ka shansa. Nuk Jo, po jo foli veç me një një fan, aspekt. po edhe një... Nuk po foli veç Edhe me një një aspekt. Edhe një i der nëse do në më kazu diçka e ngaj. Do me thonë, në asnjë aspekt nuk ke një rënd ti një. S'ka shansa. Në rregull. Si qëndron çështja me qenin gërba. Ato jo thash e thanë në të kofta. Ngejt të cilat ti të tregu ato. Jo kanë o dosh me mejtë mes neve dëve. Ato sa nuk ka zonë në për videot, në për bloga. Do me thonë, Rani. po, Rana e mkej. tash pyetja është për mua, Po drejtuar e ndroj venave. kur do ma paguash borxhin e mbetur 6372 cent. S'kam bajtë. Të gjithë e dim që shpëtimi ka borxh. Por mohimi i tij qëndron vetëm në veten e tij. Sepse kjo çështje është publike. Kemi dokumentacion të lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. A mendon se foncat e tu duhet me ta pagu borxhin që ki ndaj meje? Po, që na të fol. Po. Okej, nëse dëshiroj me pagu borxhin, unë e bëj publik edhe kontin tem bankar, edhe mundi me bë transfer bankar. Që të shkruaj. A konti limit. Unë i me dërgu parë. A është e vërtet që Zabërgjovic nuk ekziston në jetën reale, por është një personazh i shpikur virtual i jotit. A shumë e vërtet. Shumë e vërtet, që nuk qëtësim. Si kush e lun rolin në Tina Zabërgjovicit, si zakonisht zamën e Tina, ku e merr, unë me tregu disa detaje. është një zëzak i Afrikës juk për lindore. Vetëm pak mos është anit Usat, qaj është. Qaj është. Aja të litrole se kish me të para. Pyetja e radhës është pse i do më shumë foncat që të kanë bërë dhurata, dhe është e vërtet që bën ndallime ndërmjet foncave që bojnë dhurata dhe atyre që s'bojnë dhurata që kanë ndonjë fanpage, kanë bërë ndonjë kontribut që nuk ka qenë e mirë materiale siç është dhurata. A më shumë më shpjegu? Për këzë të më valorat. Mua. Për mi dashën e keti du njët, po të është se rësisht e kum qitë në vlog, në ashtë kum nga bua më
Tash më dyqysh më kanë dhimë se për Zvicrës kam pru sena, edhe kum po çmimin në sena. Në çmimi ka vlerë. Çmimi s'ka vlerë, po puna që ato më kanë thonë, unë i kumë thonë s'kini nevoj mu më pru sen, se dashurinë se në kalzoni qashtë. A ma ke shprej që të sen në vlog? Që dashuria në një fanë që shprejët në njërë materiale. Ama une, për shembull, jo veç, nuk shifet veç do video, po në për ditëlindje edhe me një vlog shifet e i 4 e i 5, jem thonë që s'ku e dione, su dosh më dhonë sen, unë i ku më dhonë asajt në qka bëllë. Kështë që ka ndohë dhe ta shtë kush e merë si ku i dion që e du dikon ma shumë se dikon në shumë gabim. Që ata fancat cilët e din që janë, ku më shkrua edhe me kejt për që të sen kush më di keq, në ashtë edhe ku më ba gabim nuk e dim, kam shumë dhurata që më kam pru, i ku më qitë kejt edhe në storit mija, gjder, ja ku më përmen emnin, gjder senet e mira që i kam ba, ku jo më numi qitë në për storit mija ose mi përdor, në ashtë tam vlog si pas në përdor, veç ka ide e mirë, do dhurata që i kam, unë i kam me një në vëm tem, i kam me një ven, kam dhurata shumë, është ide e mirë, mos i po thuti mi dalu, kam jep të regu edhe njëherë del mëne kam jep të regu edhe njëherë ketë dhuratat edhe besoj që shumica kanë emën atë kush ma ka pru edhe mi u fajlem duru edhe njëherë. Unë këmë thonë 100 herë edhe në televizor këmë thonë që dhurata me mirë për mu është me folë një fjallë të mirë për mu, e jo gjërat elementare. Pse këmë qitë në vlog, u kanë edhe një anë se më ka vyt diqka për vlog. Më ka vyt, dhe më thonë unë e tash do të s'po kam mundësi me ba interesant të fani, nëse s'kam sen, nëse jam të nditë në shtëri. E që aty kur më ka ardhë paketa, ajo u konë momenti me i mirë edhe për me plëcu vlogin, edhe u dash me një anë me plëcu vlogin, ama i ku më tregu edhe atyve, edhe fanpage-at me ketve. Ka mundësi që edhe, jo ka mundësi, so unë jam njeri që ka bënë. Nështë edhe ku më ga bu që më qitë, po du të me di që për mu dhurata me njërë është kur të më thot dikosh jetë më bo happy, sa në dune gjdo jarë kur të më shkru në dikosh, unë i bëj edhe screenshot bile, edhe ja u këthej mënyrë ma të mirë të moq me mesazhin, që ajo për mu se një më i mirë që mënët më babon më dikosh. Gjërat elementare janë që më vëtë është ka gushtu paret me njanë edhe dhimët mos me qitë. A më se një më i rëndësishëm është sanët prej zemlës. Ajo sot dush më mblej, unë e shojnë edhe vetë fansat, ose baby family kur të folin me mu live, që s'ka shansa mi dalu. Në rregull, tash pyetja është se për këtë diçka rreth vlogit, a ke pas ndonjëherë kërkesë për dikujna? Tash po përfshi edhe fansat, po njerëz tjerë që janë rrethin tonë, që i nje, ka pas dëshirë me dal vlogit që i ke refuzu. Jo. Domon s'ka ndodhur. Jo, si kom refuzu, se refuzoj kërkon. Ka dhe shumicën kanë marrë edhe plot talenta terribile. Ka marrë Lirian Zenelaj, në blog tem, kushe një është një këngëtar. Dhe kemë e pru në vlog, do me thonë kevja jap Lirin, me dojnë vlog temin, nëse ka dikush talenta, me ka dzu vetin talenta se shqyqër, po me mi arrit shumë njerëz. Edhe so ma mirë është me mujtë mi qitë kejt, ashtu nësë një qasë dykon që ajre ty qëti veç vlog. Kush do me dalë vlog, me ba diqka interesante, më në të derë. është i lirë të. A ka ndonjë befasi në tarme, po mënoj një tarme të afër për ata njerëz që të përcjellin çdo ditë. Tash nuk i përfshi foncat, se ka njerëz familjar që të përcjell çdo ditë, ka njerëz që i dukesh interesant, ka që relaksohet me ty. A ka pas ndonjë risi me një tarme të afër, se vlogi u kon thash, një kryevepër e jotja dhe një sen që ka ndiku shumë të njerëz. Tash nështë ata ka dhënë edhe një
një ngritje ty, ama edhe tek njerëz të tjerë ka ndiku pozitivisht. Ka në sen, po do të thonë si vlog. Kanë marrë shumë rritësia të reja, mos do mi kallëzu se nuk mbet sen interesante, kështu që me rëndësishme do të thonë është të planifiku. Plane kanë lug, po rokëm. Jo më kom shqashin plane që s'mëj me tregu që ata që dojnë më kanë aktiv me mu, kanë mi po ato sene dhe keqa vinë me rallë. Okej, man tasha mujna edhe do pyetje që në fillim nuk e përgjigj me një përgjigje të shkurtë, një ruse, mi zgjat pak edhe mi dhon pak shpjegim. Mëse po këtë sen për hotër dojnë më bëne për hotër aty në njerëzve që për cilin. Dojnë me di gjishem. Edhe... Serios. Po, në fakt që kjo video në shtë më konë video por... Edhe fundit gjithë rrënë serios mas rrima. Qka me ndo për hejterësët të tu? Se ka shumë njerëz të famshëm. Ta shumë nësë du me qënë të famshëm, ama ka shumë njerëz që kanë karierë, edhe që kanë edhe hejterës. S'bash sen, s'të me ndoj për ta, kur s'me ndoj për ta. Okej, dëmonë s'mendon. S'mendoj sen. Edhe një mesazh për hejterësët të tu, nashta kish me qenë që s'mujnë me ta prish disponimin. S'mujnë me... Jo, ajo, po s'ko shansa ma dhe i disponime, po veç mesazh për ta, veç jeni të upë kohë, me dhe. Kur do shkosh në Gjermani? Nuk e di. Kur zgjohesh më nxehtë cili o sen i parë që ban? Unë të kum po shumë herë, keti qara vesht edhe Ngrej vlog, del. Ngrej një muzikë që të më shtë në mundje mirë, direkt një që më shtë mundje mirë, edhe me që ato si ti me një muzikë të fort, do të vari për jepi ose për shambull në qiku i të nalë, ose kongën e rejt Justin Bieber të ajem më ban. Kur të ngojsh kongën të mira, ka me të jetë dita mirë 100%. Që ato e bëj. A do të kirë vlog tour, pa në 5 gati jo bëj vlog tour 2017, dhe cilat vene me nën që mi vizitu, edhe në i ven që të ka bo për shtypi, të thëmë erë shtimja, ama nuk me nën që është shtu, nështë a ke bo veç për trep. Jo mëne në të rrallën shtime edhe ketë venet të Kosovës. Ka më mundu. Po, a kina i ven që i qep me shku me vizitu, e që halas si e ka, e që dhe ki i ka nëse të ka bo për shtypja. Kam qef në Saran me shku në Shqipni. Se di më do këtë veni mirë. Do më nuk ka më përshi Kosovo tour, po ka më kom vlog tour. Po, do të në Shqipni pak, se dhe kam edhe në Shqipni, edhe në Shkop, edhe në Macedoni, edhe këtë vene tjera. Tash jashtë shtetit pak ma zarë me shku, po qëto në Kosovë, Shqipni, Macedoni, qëto janë. Edhe një pyetje cilën ka shumë interes, ama është e fundit. Pyetja fundit për këtë vlog është a ke të dashur me na... Do më konë pjesë marë si i kësaj, e pak nga me jashtë. Pensa kështë, nane vlogi, nane. Pyetja fundit cilën kjo më përgjigj drejt, po tjetër është a ke të dashura. Ju më përgjigj të Elita Rudi, nëse qëtë ajo e ku më përgjigj s'kam dashur asnjë. Qërë, kjo emision është ma special se Elita Rudi. Shumë e saktë. Atje mon është me gënjësh që ka dush, ama këto përgjigj në saktë të dojnë. Shpresoj që jam përgjigj bukur. Zotëri, Eli Maria. Faleminderit që jeni kom pjesë e kësaj video interviste. Nëse bom 5000 like në video, kena mi përgjigj do pyetje original për juve, edhe kena mi qitë vlogin tjetër. Follow Qlirim Haj në Instagram, edhe mu mi qënë atë pyetje. Nëse doni mu marë parasysh pyetjet, në mund të Qlirim Haj në Instagram, muni mi dërgu pyetjet, edhe ka mu konë ka një vlog tjetër intervju. Yeah, man. Shme vëllë. Shkom në rëvën për do. Unë e i këta bojone me ledavën, dhe s'pas përfund. Vai,